Shikues të nderuar, mirëmbrëma. Mirë se vini në episodin e ri të Paradigmës. Ashtu si që kemi paralajmëruar edhe javën e kaluar në emisionin e fundit, ku për mysafir e kishim dhe do ta kemi Fatos Lubonjën, vazhdojmë me pjesën e dytë të emisionit për të diskutuar këtë raportin në mes drejtësisë dhe fuqisë, si dhe gjeopolitizimin e emocioneve dhe solidaritetit njerëzor. Javën e kaluar, emisionin e kaluar, diskutuam pak a shumë në kontekst lokal shqiptar, çështjen e pushtetit, po tani sot do flasim për çështjen e pushtetit, gjithsesi drejtësinë, raportin e drejtësisë dhe fuqisë në raport ndërkombëtar apo në gjeopolitikën botërore. Dhe zoti Fatos edhe një herë mirë se na vini. Mas një pauzë të shkurtër që ne flatëm sot. Emisionin e përfunduam me çavizmin, domethënë, dhe sot do kemi një le të themi ashtu një shpërfaqe, një skandal mund të themi gjeopolitik botnor ku një shtet e merr dhe rrëmben dhe kidnapon një lider të një shteti tjetër. Tani po dua ta lidh edhe me një situatë këtu në Shqipëri ku mbas gjithë këtij dëshpërimi dhe kësaj si themi monoligarkie, ne po e presim Deus ex machina, do të thonë një zot që do të zbris nga makina, si në të teatrët greke, dhe do ta përmirësojë situatën, gjë që është kjo drejtësia amerikane, apo drejtësia nën kontrollin amerikan. Pak a shumë, po e disi kemi filluar të paktën nëpër media të diskutohet kjo çështje e një arrestimit mundshëm edhe të kryeministit të Shqipërisë, Edi Rama. Edhe pse unë vetë personalisht nuk parashikoj një skenar të tillë si të Maduros, po çka kanë këto të ngjashme ose fillimisht le të themi cili është qëndrimi juaj, çfarë mendoni për këtë që ndodhin mes Shteteve Bashkuara dhe Maduros? Unë mendoj kështu që këtu ka dy gjëra që nuk duhet të konfondohen. Një gjë është se çfarë ka qenë regjimi i Maduros ose çavizmi që përmenda, dhe një gjë tjetër është pastaj kjo ndërhyrje amerikane që dikush kërkon ta shpjegoj me ndërhyrje në emër të demokracisë, të drejtave të njeriut, apo jo, por që sipas mendimit tim nuk është kështu, bile e komprometon goxha perëndimin si ndërhyrje. Përgjithsisht Trumpin unë e kam quajtur Amerika pa mask. Po. Sepse me kohën, për fat keq, kemi mësuar dhe këtu hyn dhe Kosova sipas mendimit tim, edhe pse kosovarët ndoshta nuk pajtohen. Po kemi mësuar që ndërhyrjet në emër të drejtësisë, humanizmit, të shkeljeve, të drejtave njeriut në disa vende, më së shumti e kanë përdorur si flamur apo si mask këtë retorik, ndërkohë që ndërhyrjet i kanë shërbyer disa interesave që shpeshherë ngjajnë si interesa neokoloniale apo koloniale, të shfrytëzimit të burimeve ose gjeostrategjike në kuptimin e shtrirjes së pushtetit, të fuqisë në zona të reja, zgjerimi i NATO-s, etj. E ky është një nga problemet e mëdha të sotme, që në një farë mënyrë ka futur në krizë perëndimin në përgjithësi, sipas meje, që e tregon edhe rasti Maduro, por jo vetëm, do të thoja historia tragjike në Gaza, me palestinezët, dhe Ukraina. Të gjitha këto janë për të marrë në diskutim në këtë që pyetje që ngritet juve. Pra,
Lidhur me pyetjen konkrete të parë, mendoj që Trumpi si Amerika pa mask, po të shikoje konferencën e tij mbas ndërhyrjes, e tha qartë, nuk përmendi një herë fjalën demokraci. Merrni shikoni konferencën, unë e kam ndjekur nga fillimi gjë në fund. Një herë fjalën demokraci, një herë fjalën shkelje drejtat e njeriut në Venezuela. Foli për naftën, ne do ta marrim, ne do të shtojmë, ndërmarrjet amerikane do hyjnë këtu, do prodhojmë nga aq në kaq, dhe njëkohësisht Rubio foli për atë që naftën nuk i kemi aq shumë hallin e naftës, që ta marrim ne, por kemi hallin që e dy, po të quaj, rival ose armiqve, përdore fjalën si të duash, Kina dhe Rusia që po merrnin man naftë nga Venezuela dhe që Po blete me jenë me tjetër. Pra çështja gjeo e pushtetit, e shtrirjes pushtetit. Këto dy janë. Demokracinë harroje. Bile arriti deri aty sa në vend që të paktën siç kanë bërë në vendet tjera, ti jepte dorën opozitës, apo jo? Pra, përgjithsisht ato që quhen regime change, se ai ishte një regime change, ndryshim regjimi. Përgjithsisht i kanë realizuar nëpërmjet opozitave në vendet tjera. Për shembull, edhe në Ukrainë, për mua regime change ishte në 2014 pjaca Majdan në njërën tjetrën, po kishte një opozitë e cila ishte kundërshtare, ndihmore, kishte programin e vet. Këtu as nuk i dha asaj Machados çmimit Nobel të drejtën që të vinë pushtet. Po tha, jemi marrë vesh me atë Rodriguez. Ajo me atë Rodriguez që është zëvendësja e Maduros. Pra, në një farë kuptimi, kishin hallin të heqin Maduron dhe meqense aty janë goxha të armatosur këta, kjo pjesa bolivarët, si quhen, bolivaristët, çavistët, mendojnë që të zgjidhim të punën e naftës. Pra, unë kështu e shikoj. Dikush që kërkon ta justifikoj, si kam ndjekur goxha debatet, ngulmon më shumë, po ka qenë një diktaturë, që janë kanë vuajtur, kanë bërë, e vërtetë është, e vërtetë janë gjitha ato. Por për fat keq nuk është kjo, dhe këtu shtoj edhe një diçka tjetër që ta mbyll lidhur me këtë pyetje. Përvoja ka treguar, dhe kur them përvoja kam parasysh të paktën Irakun, Afganistanin dhe Libin, që demokracitë nuk eksportohen. Nuk është se rrëzove ti një diktator me një formë ose në formë tjetër, duke rrëmbyer kështu si ky apo si Saddamit që u fshe dhe pastaj e morën e varën, dhe ti ndërton demokraci. Apo në Afganistan me një ndërhyrje ushtarake në atë kohë. Pra, dhe kjo përvojë duhet patur parasysh goxha në këto lloj ndërhyrjesh, që tek e fundit nuk u respektua as kjo përvojë historike, që jo, nuk bëhet, nuk eksportohet demokracia. Por qëllimi është se kanë këtë demokracia, prandaj dhe i bëjnë, në një formë ose në formë tjetër, për mua, për fat keq. Po. Përmendëm edhe Ukrainën, përmendëm edhe Gazën. A keni vrejt, domethënë keni vëzhgu, domethënë jeni përcjellët situatës. Në rastin e Trumpit, për shembull, po dhe të Gazës, po dhe deri diku të Ukrainës, që ka një lloj heshtje. Sikur se e miratojmë të fuqishme, domethënë. Jo, unë them kështu. Ka një diferencë, do thoja, midis Ukrainës dhe Gazës. Dhe Gazës, po se po. Thash, deri diku Ukraina. Ukraina tani ka filluar me Trumpin, ka ndryshuar pozicionit. Ma Gaza edhe rasti Maduro, kjo heshtja... Domethënë, nga pikpamja si të quhet konceptuale, viktima dallojnë të Ukrainës dhe të Gazës, le të themi, apo? Unë mendoj kështu. Varet viktima, këtu kemi një agresion nga ana e Putinit për interesat e tija, që lidhet dhe me zgjerim në NATO-s, do thoja unë, por
Perëndimi këtë lloj agresioni e dënon me sanksione, me qa donte Putini në themën e vet? Regime change, ndrim regjimi. Donte një qeveri në Ukrainë që t'ishte proruse, për interesat e tia. Po. Ky ishte fillimi. Dhe shkelja e drejtave atje në Donbas, drejtat e njeriut në Donbas, ku ka ruse njërën tjetër si pretendim. Tani, le të marrim këtë, pastaj shkëm te Gaza. Po mirë, perëndimi, se tash i themi cili perëndim, po Evropa, kjo e jona. Perëndimorja, kjo do më, jo Amerika. Po. Euro-Atlantik. Francë, Gjermani, Angli. Po mirë, Britani. pse nuk i duhen vënë sanksione tani Trumpit që ndërhyri atje mori një njeri për regime change? Një ndërhyrje ushtarake, e dhunshme, është e njëjta lloj. Po kemi dy trajtime të ndryshme dhe këtu vjen tek hipokrizia. E njëjta gjë Gaza. Krahasoje po duash, Po. krahasoje me Ukrainën, kupton? Për Ukrainën u angazhuan shumë. Gjithsesi, gjithë ato para, ishte Amerika për para, tani ka ndruar pak Trumpi, por më herët Evropa. Bideni ishte shumë më i qartë, po, më i ashtu. Aty një ndërhyrje jo më regime change, se regime change do ishte sikur të marrim këta Hamasin dhe të vëm atë Abu Abazin që është, domethënë Mahmud Abbasin e Fatahut. Mahmud Abbasin, se ata i thonë ndryshe italianë dhe unë e ngatërroj se. Po. Tani, aty s'ishte as regime change, aty ishte genocid. Dhe as një sankcion, as një gjë këtij Netanyahu. Një heshtje e madhe, sigurisht pati një veprim nga ana e gjykatës, se këtu jemi për drejtësinë dhe folim me pjesën e parë. Edhe duhet të cekur se pati protesta të mëdha në Europë, me çrast nxit të njohjen e Palestinës. Po mendoj, si çështja e Francës dhe Britanisë. Pati protesta në Evropë. Po elita evropiane që i volenterozi që në italisht, vullnet mirët, në që se më themi, Francë, Gjermani dhe Britani, të cilët kanë mbështetur Ukrainën fuqimisht, edhe akoma, edhe kundra Trumpit tani, kanë pasur reagimet shumë të zbetan lidhur me genocidin. Normalisht, në që se do përdornin të njëjtin standard për Ukrainën, me Ukrainën, po them për Ukrainën, se pastaj dalim në Venezuela është duhet minimalisht kishin armatosur palestinezët që të luftonin kundra Izraelit. Është një standard. Merë, armë, vëri sanksione Netanyahut, sepse po bën një gjë përtej, nuk ishte regime change pra, ishte më keq akoma, kupton? Ishte genocid. Asgjë, pavarësisht se kanë dhe gjithë të opinion publik brenda, se këtu vim të post-demokracia që përmenda në pjesën e parë, sepse nuk vendosin popujt. Se në Itali ku jetoj unë, shumica janë kundra luftës dhe në Ukrainë, pale për Palestinën që kupton ti kundra Izraelit në mënyrë të hapur fare me atë çka bër Izraeli. Qeveria Meloni është një thonë një fjalë, por këtu janë, ka rënë për fat keq, ka rënë me Gazën, ka rënë krejtësisht maska jo vetëm e Amerikës, po edhe Evropës. Maska. Dhe maska, unë mendoj kështu që maska është e rëndësishme. Se tek e fundit, si thot Freudi thot gjë të bukur, thot, emancipimi i madh i parë që i ka ndodhur njeriut është kur nga gurët që vriste lufta me gurë, filloi të përdor sharjen. Ta kanë llafin që janë të asim... Maska është janë të rëndësishme të jute në një moment. Sepse, domethënë ti zbutesh, edhe maska është, ti pranon një që e ke gabim dhe të duhet një... Ti po e bën një interes, të duhet një mbulim, po ke ndjesin që i e gabim, që e përdor maskën.
Po kur ti e heq maskën dhe shkon në mënyrën më brutale, aty do më thonë ti ke kaluar në dhunën direkte të çfrenuar, pa maskë. Në këtë kuptim them që maska është dhe emancipim, prandaj e përdora të Freudit, që ti ke vetdijen, që e ke gabim, dhe kur e ke vetdijen thotë, prit, do të kemi çik kujdes, shikoj drejtat e njeriu, nuk do respektu, na përvojë njërin tjetrin. Kur heq maskën është shumë problem. Dhe tek Venezuela, unë gjykoj tani që ishte një heqje maske, skandaloze, aq sa 2/3 e amerikanëve ishin kundra, vetë amerikanët. Dhe për të ardhur këtu në këtë botën tonë, të vogël, provincën tonë të perandorisë së madhe, këtu edhe politikanë të rinj nga këta që kanë dalë si shpresë, dalin edhe s'kan asnjë rezervë për këtë që ka bërë Trumpi, sepse ca mendojnë që po na vjen Trumpi, po na shpëton këtu, po na vë drejtësinë këtu, po na arreston Ramën si Maduro. Po, kjo deus ex machina që po Dhe ca tjerë thotë, duhet jemi me Perëndimin. Ne duhet të zgjedhim, tha njëri nga këta, s'po e përmend. O jemi me lindjen, o jemi me Perëndimin. Po mi mendje sketi se nganjëherë mund të ketë drejt linja. Apo mund ta ketë gabim Perëndimi. S'duhet mendojmë fare, po jemi këtej. Po pritur. Është një thënie e famshme, domethënë se gjeografia është predestinim, është fat. Domethënë ti vjen nga një qytet i caktuar dhe s'mund ta ndryshosh këtë fat. Vjen nga një territor gjeografie e caktuar, për shembull për një palestinez është fat që ti aty vende, është predestinim, fatkeqësi në këtë rast. Atë do të s'ke çfarë të bësh. Po a është edhe fatkeqësi që është popull i vogël? Mos kesh ndonjë fuqi, mos kesh ndonjë rëndësi, qoftë në arenën kulturore, intelektuale, botnore, po edhe teknologjike, po nganjëherë them, a është edhe fatkeqësi mos jesh pjesë e kësaj hemisferës koloniale, që të kanë një të kaluar koloniale, për shembull se ne shpesh e shohim qasjen ndaj Serbisë, është më e mirë, më e butë shpesh, sepse ka të kaluar koloniale, dhe jo ndaj neve që s'kemi një të kaluar koloniale. A është dhe kjo fatkeqësi dhe disi kjo po na bën me shpërfaq një lloj hipokrizie kolektive? Për shembull, e kemi vërejt në rastin e Gazës, ne leqë nuk si më thon, nuk u deklaruam kundër atij genocidi, po e kemi përkrah për shembull regjimin Netanyahu. Kemi marrë, do të thonë kemi shku, kemi heqë maskën tërësisht, s'ka maska as tek ne. Apo kjo na bën thellësisht hipokrit nga që e kemi pranuar fatin e popullit vogël dhe fatkeqësinë e qenit në këtë gjeografi. Unë mendoj pak ndryshe, unë mendoj kështu që historikisht ne kemi zhvilluar mendësinë e vasalit. Domethënë, ne kemi qenë edhe në kohën e perandorisë, po të shikosh ata që kanë qenë, si më thënë, të parët Ajani quhen, qofse ke parasysh Ali Pasha, Bushatlind, që kanë qenë si sundimtar të zonave ku kemi jetuar ne. Sundimtar të deleguar. Ata kanë pasur një lloj raporti vasaliteti, edhe Skënderbeu vetë, ka qenë vasal i Napolit, që nënkupton që edhe legitimitetin ta jep perandoria më shumë se ta jep punët e mira që bën ti për vendin ku sundon. Në një aspekt. Do më thënë, Ali Pasha në kohën e vetë ka pushtuar pa fund toka nga këta qifliqe që quheshin, nga 100 qifliqe ju merte atyre, më të vegjelve ju merte qifliqe, zmadhoj, pronën e vetë, pa themi, sundimin e vetë. Dhe që ka ndodhë? Ka ndodhë që kur perandoria mërzitej, sepse bënin zullum të madh dhe donte ti hiqte, i kundërvijeshin perandorisë.
Se kjo është historia e Ali Pashës, se përmara Ali Pashën. Derisa i e vranë pastaj ata perandoria. Pra, kanë qenë dy gjëra që kanë ndiku shumë në fatet e Shqipërisë, me që përdore fat. Ka qenë vasaliteti, kultura e vasaliteti dhe të qenë në periferi që janë të lidhur. Duke qenë në periferi, nuk na kanë kapur reformat që kanë bërë perandorit. Dhe këta që kanë qenë në periferi, kanë sunduar sipas zakonit të vjetër të shqiptarëve. Pra si kap ofis, dhe kanë... Ky është fati jonë, nëse mund të quhet keq, fati jonë i keq, të qenët në perandori, të perandorisë. Periferi perandori, okay. Pra, në perandorinë osmane, kur u bë Tanzimati, se në kohën e komunizmit, neve Tanzimatin na e shpjegonin, nuk din Kosovë se si e shpjegonin, po ne na e shpjegonin Tanzimatin si lëvizje çlirimtare anti-osmane. Jo, Tanzimati ishte donin të ruanin privilegjet, të ruanin privilegjet këta zotrit tanë të fisëve, këtu bajraktarët tanë e gjithta, dhe ju të bënin reformat që po bënte perandoria për një lloj centralizimi, për një lloj të mirë me të përbashkët. Deri edhe në vitet në kryengritjet e fundit që i quajmë ne si të pavarësisë, shumë shqiptar, po të shikosh, kanë qenë kundra, sepse donin të ruanin pushkën, donin të ruanin, nuk pranonin muslimanë, nuk pranonin të krishterët që duhet të emancipoheshin, që filloi të pranoj perandoria dhe nën presionin e Austro-Hungarisë njëri tjetër, jo të krishterët, ne jemi, pra ishin kundra dhe reformave të perandorisë, po të shikosh. Dhe po të shkosh më vonë, Enver Hoxha i thoshte Krushovit atëre, ishim në Bashkim Sovjetik dhe thoshte ti e baba ynë, ti e, kupton ti? Sepse legitimitetin ta jep të ai. Por ama kur i vurin në rrezik pushtetin, u prish dhe me Bashkimin Sovjetik. Dhe rujti pikërisht ato zakonet, nuk bëri ato reformat që të thash më herët në pjesën e parë, anti-staliniste, ngeli stalinist. Nuk bëri reforma që i bën të gjithë të tjerët për të dënuar stalinizmin dhe për ndërtu një lloj socializmi, po që me fytyrë më njerëzore, pavarësisht, po s'kishte gulage si që kishim tek ne deri që ne jam liruar në vitin 91. Në këtë unë kështu e shikoj si fatin ton, por përgjithsisht pastaj ti jesh në, për shembull kam parasysh shumë kurdët. Domethënë të qenit në zonë interesi, po themi, të perandorisë, ose në zonë jo interesi, janë dhe fatet e rastit që vjen. Për shembull Kosova, unë mendoj që kurdët mund të meritonin më shumë dhe se kosovarët që të kishin shtetin e tyre, se kanë, apo jo. Po fati i ndihmoi kosovarët se qenë ca interesat perandorisë këtu në këtë zonë, për mendimin tim. Qenë ca interesa pikërisht të zgjerimit NATO-s, të dhënë një kuptim NATO-s, siç thonë, nuk e them unë këtë, thonë dokumenta, pavarësisht se në Kosovë po të thuash kështu duket se Amerika. Dhe këtu pastaj vim ke teza që priti herë se mund ndryshojnë interesat dhe ti prandaj për t'i ardhur pra pyetjes tënde, fati kryesor është jo je i shteti vogël apo i madh, po ndoshta më shumë se për fat mund frytet aftësi. A je i Zotit të ndërtosh një shtet të tillë ku të ndjehen mirë qytetarët e tu, ti shërbesh dhe jo ti dominosh, se vim prap tek ajo teza, qa është sundimi më të fortit apo shërbimi, tek debati i madh midis Sokratit edhe Transimakut, bëhet pikërisht dhe kjo. Sokrati thot, po nuk është për fuqi, ti se merr pushtetin për fuqi, thot. Se thot ai sundimi më të fortit, ligji më të fortit është që. Jo, se pushteti nuk të duhet për fuqi, të duhet për të shërbyer, siç të shërben mjekut. Mjeku thot i shërben mjeku të shërben ty për shëndetin tënd. Nuk është mjeku që të ketë pushtet mbi ty, po kështu dhe kur je politikan që shërben. Pra, në këtë kuptim, nëse do ndërtonim dot një vend ku
legjitimitetin nuk ta japin andej nga Perëndoria ose ta marrin ata, por ta jep popullit të tij të cilit i shërben, atëherë je mirë kudo, do thoja unë. Po, dhe mendoj që një lloj fati e kemi pasur që jemi në Evropë, sepse këtu pak a shumë deri tani të paktën kjo maska që thash, demokracia, duhet ketë demokraci, duhet ketë pluralizëm, duhet ketë kështu se përndryshe s'pranohesh se nuk hyn në Evropë. Deri tani ka luajtur një lloj roli edhe pozitiv, se përndryshe me këtë mundësi të tiranisë majorancës dhe ndërtimit të partive shtet, ne do ishim në sundim të plot në Shqipëri. Kjo është teza ime, po. Më herët e përmendëm këtë dështimin e me Europës, ose mund ta quajmë sot Bashkimi Evropian, si dush, mund ta quajmë. Dhe ne kemi marrë pjesë bashkë në një diskutim për a vazhdon të jetë Europa akoma ëndra jon. Në këtë sensin ku prapë kemi konsideru dhe besojnë dhe vazhdoj të konsideroj se Europën si kalaja e fundit e debatit, diskutimit, respektimit drejtave të njerëzit. Po them akoma nuk ka rënë tërësisht, po këtë shpesh na përgënjeshtron disa momente, për shembull kemi rastin, pikërisht rastin Rama Melloni, ku Evropa nuk pranon refugjat, nuk pranon njerëz të shkelur, të cilët gjeografinë e kanë fatkeqësi dhe nuk ja hap dyert atyve, po krijon një buffer zone ku ata do strehohen përkohësisht ose përjetësisht kjo mbetet për tu pa. Kur i marrim këto veprime, le të themi, mbas edhe periferike të Europës, a mund të dyshojmë, a mund të, si me thonë, krijojnë një lloj pezmi, zhgënjimi, se po merr fund edhe kjo kala, dhe po shndrohet në krejt pragmatizëm apo dobi çasti. Me që tani ka fuqit më siç është SBA-ja, Kina, Rusia të tjera, dhe secili po e shikon pragun e vet. Nuk është vetëm kjo që trishton, padyshim këto gjitha që the, për mua edhe vetë reagimi krejtësisht i mefsht ndaj Trumpit. Edhe kjo. Fillimisht e thash për Izraelin, po edhe tani, lidhur me Venezuelën, që nesër nuk e di, se tani mora vesh që po duan me çu ushtrin në Groenland, sepse ai do më shkruajë në Groenland. Çdo të premte del me një ide të re. Del me një ide të re. Këtu mund të themi një gjë me siguri, që historia është e gabuar të mendosh që historia është një gjë që ecën në mënyrë drejtësore përpara, domethënë sa më shumë kalon koha, aq më shumë përmirësohesh, ajo ideja e progresit, që ka një progres, që buron edhe nga projekti i Zotit, për ata që besojnë që shkohet drejt një evoluimi vazhdueshëm. Kjo tezë është e gabuar sipas meje, interpretimit historisë, mund të flasim për cikle, sepse botë kemi parasysh të luftën e dytë botërore, holokaustin, për të thënë që nuk ka progres vetëm, se ajo ishte një masakër, një gjë që s'mund ashtu. Pra flitet për cikle, dhe në këtë periudhë jemi në një cikël vërtet shumë pesimist, mund të them, ku Europa mbas një lloj lulëzimi ka filluar të bjerë në këtë rrezikun e një lloj fashistizimin, që se mund të them, në termin e asaj që heq maskën dhe shikon interesat e veta nëpërmjet forcës ose në nështrimit. Dhe në këtë rast është forca ndaj më të dobtëve dhe në nështrimi ndaj më të fortit. Dhe këtu vim prap të tema që kishim pjesën e parë, pra që a do të fitoj kjo lloj mendësie apo jo. Unë kam, duke jetuar në Europë, kam besim se i kam mbetur akoma i sistemi imunitar
për të rrëzuar këtë klasë politike që kanë tash, që është katastrofë. Po ndërhyrja e gjykatës Romës më dha edhe mu shpresë, tash megjithatë lëvizën diçka. Domethënë tash sepse ti pyetjen e bëre, ti e bëre për Ramën. Po unë e çova në çik më gjerë. Por në rastin konkret është e turpshme për Evropën, për një vend evropian që të përdori, sepse unë jam, si që thash, jetoj në Itali një pjesë të kohës dhe e di se çfarë retorike dhe çfarë gjuhë e përdorin nëpër debate ata lidhur me këtë, lidhur marrëveshjen Rama Meloni, dhe në mënyrë të përsëritur shpeshherë thuhet që ne po e përdorim për deterrencë Shqipërinë. Fjala deterrencë që ne nuk e kemi tamam fjalën, bile disuazion i thonë francezët edhe italianët e përdorin, është me fjalë si që përdoret arma bërthamore për deterrencë, për të friksua i tjetri, që unë kam armën dhe prandaj ai rezervohet. Kjo deterrenca në këtë kuptim të rrym paqen duke krijuar armë. E kanë kështu. I themi atyre emigrantëve, ore, mos kujtoni se do shkonin në Itali. Do shkonin në Shqipëri. Do shkonin në Shqipëri. Prandaj friksoni dhe rrini atje ku jeni. Se do t'ju marrë në anije dhe do i qenë në burgjet në Shqipëri. Tashi, a mundet ti të përdorësh edhe një njerëz mund ta përdorësh si mjet. E thot Kanti, mos e përdor tjetrin vetëm si mjet. Po shif edhe si qëllim, se ka një qëllim, ka një familje, ka ca plane, nuk është mjet që ta përdorësh ti për të përdorur. Përdorësh një popull si mjet, i thon kësaj. Ta përdorë si mjet deterrence. Ndërkohë që ti duhet ta ndihmosh se ky popull ka aspiratat e veta, do të jetojë i lirë, do të rritojë me dinjitet, do të respektojë drejtat e njeriut, duhet të ketë gjitha këto, dhe më ka ardhur shumë keq që edhe Albin Kurti e bëri me englezët njëjtën gjë. Pat një tendencë të ofrohet. Në këtë rast ti të pranosh të përdoresh si mjet nga Evropa. Ajo domethënë ata s'kan turp që të përdorin si mjet dhe jo si qëllim, se ne kemi qëllim që të bëhemi demokraci, të shkojmë në Europë themi. Nga ana tjetër ti më përdor mua si për trembur, kjo s'është Europë, po është një, më fal për shprehjen, s'po e përdor fjalën që ne buffer zone po i themi. Gjiriz, kupton ti ku të futen, do futen aty që tremben ata, kupton? Në këtë aspekt janë të zhgënjys të dy palët, edhe ata, edhe këta politikanët tanë. Tani më vjen keq që jemi në fund të episodit 2, po kam një pyetje krejt për në fund në gjithë këtë pesimizmin e madh, le të themi, apo ngritjen e neofashizmave të ri, me neologjizëm e neofashizëm, po le të themi rishfaqjen e fashizmave të ri. Ndodh një akt shumë interesant midis New Yorkut dhe djali i ri betohet në Kur'an. Dhe vjen, le të themi, si një kundërpërgjigje ndaj kësaj çfarë po ndodh në nivel makro të shtetit të tij, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për Zoran Mamdanit. A ka shpresë akoma, me që prap ka vetdije? Padyshim, ai ashtu duhet parë, si një moment shprese. Si fakti që ajo që thash më herët në Europë, që duke njohur që kanë sistemin imunitar, mund të rezistojnë këtij fashizmi. Ai është tamam, dhe mos harroj që nuk është thjesht një individ atje. Po, absolutisht. Atje është New Yorku. New Yorku. Është domthon pjesa më e qytetëruar, po themi, edhe e botës, ashtu sikur se është Kalifornia në perëndim të Amerikës, që është përsëri që është kundër këtij fashizmit Trumpit. Mendoj që këta janë shpresa, por unë kam ndjekur me kujdes, se kam dëgjuar fjalimet e tij 2-3 herë, kur ka folur, se sa pastaj do t'i rezistoj, do jetë domethënë frymëzim për gjithë Amerikën dhe për Evropën, kjo mbetet për t'u parë, mendoj unë, sepse në Europë vështirë që dhe gatshme Europa për një mandat. Ajo pikërisht, ajo që është ideja e tij, socialisti, socialdemokracia, është në krizë të thellë, edhe kërkon rinovim, kërkon pikërisht inspirim të ri, jo formulat vjetra, po përsëri inspirim të ri. Për mua është fjalimi i tij ishte, domthon,
edhe zgjedhja e tij ishte një moment shprehje që mund t'i referohemi, duhet t'i referohemi më shumë se sa, ndërkohë që për fat keq në këtë botën tonë të vogël, të neoliberalizmit, të globalizmit, ku njeriu është i atomizuar dhe jo vetëm po domethënë nuk mungon më shoqërizimi, se kjo është një nga fenomenet e postdemokracisë, që nuk kam çdo individ ndjehet si atom, shoqëri, nuk si celul më vete. Si celul më vete që s'mund të bashkohet për ndërtuar diçka më shumë, siç thot Bauman, një thes me patate nuk është barabart me numrin e patateve, është më shumë se kaq, sepse ka sinergjia që prodhohet. Pra, ky është një shpresë në këtë aspekt. Për fat keq, si thash, në Europë pak i verohet, s'kan besim, luftën e ka me oligarkin financiare, me maskun e me gjithë ata që janë kundër çdo lloj komunitarizmi, si më thënë, kundër bashkimit, janë të individi që është më i forti, që mbizotron, që ka dhe tjerët janë zero, që s'mund bashkohen për të mbrojtur interesat e tyre. Ta shikojmë që do ndodhi. I dashtëm Fatos, ishte kënaqësi të jem në konakun tënd, po edhe të jesh në paradigmë. Faleminderit dhe ju për Ka gjatë kohë planifikuar, po më në fund ja arritëm e realizuam dhe falenderoj shumë. Faleminderit dhe juve që erdhët këtu. Shikues të nderuar, erdhëm në fund të një episodi tjetër të Paradigmës. Me shas trajtuam shumë shka nga politika botnore, bazuar pikërisht në këtë raportin mes fuqisë dhe drejtësisë. Vazhdojmë të qëndroni me TV1, miru pafshim dhe natën e mirë.